Vete përmban dituri, në vete përmban mëshirë, gjithashtu përmban dashuri. Se njeriu po mos ketë dëshirë nuk e thotë këtë fjalë la ilaha illallah, që në kupton se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Por nëpërmjet dëshirës së tij që ka ndaj Zotit, krijuesit vet, e shqipton këtë me plot zemrën e tij. Në fakt, Islami është një fe dashurisë. Në qoftë se për shembull, kur I ka thënë Allahu xhalla fi'ula Ibrahimit alayhis salam, o Ibrahim, të kam zënë mik, dhe mos lejo thot që në zemrën tënde t'i bësh vend një dashurie tjetër përveç dashurisë.